Po sikur vetë Zoti të shfaqej në varrimin tënd dhe ta fshisë varrin që askush mos ta gjente kurrë. Tek ligji i Përtërir 34, 5 dhe 6, Mojsiu, njeriu që ndau detet që foli ballë për ballë me Zotin, vdiq vetëm në malin Nebo. Dhe vetë Zoti e varrosi atë. Fjala hebraike për të varrosur është qavar, do të thotë të përcillesh për në banesën e fundit me nderime. Zoti nuk e delegoi këtë detyrë, ai e bëri këtë personalisht. Dhe pastaj teksti thot diçka që i ka habitur dietarët për 3000 vjet. Askush nuk e di vendin e tij deri më sot. Ngrihet pyetja, pse i fshehur? Sepse Izraeli kishte një histori të kthimit të dhuratave të Zotit në idhuj. Ata madje adhuruan gjarpin për i bronzi që bëri te Mojsiu tek e dyta mbretërve 18:4. Zoti e donte Mojsiun shumë për të lejuar që varri i tij të bëhej një vend i shenjtë. Fsheja ishte mbrojtje, por edhe në vdekje Mojsiu nuk u harrua. Tek Mateu 17, ai qëndroi në malin e shpërfytyrimit, i gjallë në lavdi pranë Jezusit. Zoti e fsheu varrin sepse Zoti kishte planifikuar diçka shumë të madhe. Çfarëdo që Zoti ka fshehur prej teje, tani një derë të mbyllur, një lutje pa përgjigje, një ardhmë të panjohur, ki besim tek ai. Ai nuk po të privon nga asgjë, ai po përgatit diçka më të madhe. Nëse ai e varrosi Mojsiu me duart e veta, ai po të mban edhe ty. Nëse beson se Zoti mban të ardhmen tënde, edhe pjesët që nuk mund t'i shohësh, shkruaj amin tani. Le ta di bota që ti i beson atij.